Unë emrin e kom Behgjet, quhëm Behgjet Zeqiri. I lindur në Orlan vitin 1946. Prej cilit fshat? Orlana? Në Orlan. Në Orlan. Lagja e Kongjavicë thirët. Prej ardhen e kem portun nga koha Skënderbejut prej Shalës Shqipërisë. Të portun kanë jetu 40 vjetë në Drenicë, po kuptoni tash që është koha kur ka rënë Skënderbeu, e krejt këtu vilajete ka marrë Perandoria Osmane. E pas 20 vjetëve që kanë jetu atje, janë shpërngull në pjesën e Orlanit, në Gollak. Atje kemi qenë, se tash kemi dalë shumë, veç kemi qenë një 7 fshatra shaljan. Ati numëroj fshatrat, Barajina, Orlani, Kushëvica, Kalatica, Muazobi, Raknica dhe Turqica. Çka man men prej kur je ka një vogël? Qa man men? Qfar kushte i keni pas? Edhe për kushte, vështira me tregu se kemi përjetu kushte vështira mas luftës dytë botërore. Kemi dalë prej vend banimit Lagja Kongjave thirët, po na kemi dalë mandejnë gatën Muhazab. Kushtet kanë qenë mizore. Unë kom lind një vjet pas lirimit, pas luftës dytë botërore. Edhe mërë me men, kohë se ka gjatë lufta këtu, edhe qysh na ka dobësua. Qka man men prej luftës? Për kësaj? Po. Unë e desha më thonë, me njëherë mas luftës dytë botërore, ka qenë varfëri tepër e madhe. Mungesë ushqimit, veshmbasjes, gjithë shka. Kushte për jetë minimale. E këtë luftën e fundit, ma e men se tani kohën e luftës fundit, po edhe ma herët që 50 vjetë jetojnë po djeve. Edhe këtë kohën e fundit, lufta e fundit që ka qenë luftë mizore, jo luftë ushtarake, po gjenocid. Natën që ka ra, se kom qenë një udhëheq si një pjesë të LDK-s po dyjeve këtu, natën që ka ra NATO-ja Kosovës, unë me grupë shoksh kemi qenë në roje, mbrojtja civile është qujtë, edhe nuk e di a dini në Domash, në fshatin Domash, ka qenë një aeroport civil gjoja se, po ajo konë ushtarak i Serbisë. Edhe i ka ra NATO-ja që ti veni që ka qenë aeroport me i armatosur ushtarakisht i përgatitën që herë do vakt mira, po i ka ra NATO-ja për para me 24 mars. është dridhë toka, po dje është dridhë toka prej bombave aty. Edhe mandej u dasht me ikë në Kolon. Kemi shku në Orlan me familje, tjerë të fëmijë si kom pas tu, veç shoqen edhe një djalë, emnin Bujare ka, qaj është zonë në Rivitis. Edhe kemi shku në Orlan, kemi nejt 3 javë të dëkushërit tënd, të Ramoni. Edhe me 16 prill të vitit përkat ushtria serbe i ka ra fshatit Hërtic. Unë për momentin kam punua
arsimtari i gjuhës së letërcisë shqipe në Rtic, edhe e kanë kollë edhe shtëpinë, gjithsesi shkollën. E janë ardhur edhe ka mahalla jonë atje, na kemi pas vetur një pjesë, kemi shku një pjesë me vetura, edhe të bëhë qërët këtërve, e dashtë më nalë, se s'kemi mujtë më dalë më tereni i vështirë. Kemi vazhdu rrugën, kemi shku në Blatë, në Kalatic, qatë natë kemi vëltu deri në Kolegj Kom. Kemi bujtë në Kolegj qatë natë, ka qenë i 17 prill, 18 kemi bujtë Grashtit, 19 Kom, gjithkun Kom, me shoqën e me djallë, edhe plot kolona ka qenë, kemi shku në Prishtinë. Në Prishtinë kanë prit policia dhe na kanë vetë prit Gajeni. Na kemi thonë po djezë. Na kanë da rrugën për djezë shkoni. Natë ishte, mbrëmje. Edhe për fat, një kojshie kom taku, po flas pak ma thjeshtë. E kom taku me traktor që i thunë Kodër Shehrit. Edhe na kanë qitë ata. Po shkrum Kallabllak, po të kojshie dhe s'më kemë më kalu pa marë. Na kanë qitë në traktor jemi arë, por po djevë të ura nishit, na kanë nda më shku për Batllava. Deri këtën po djevë, ku kom pasu shpinë, flite që po na qojnë për mërdarë që ka një tunel është, i trenit, që po na qojnë për na shtinë tunel, dhe kushe dhe qa po bëhet, të ura nishit na kanë da, na kanë qu për Shajkovës. Asoj rrugë deri në Shajkovës është folë se po na qojnë në liçenin e Battlavës. Edhe aty kemi nejt një javë ditë, mandej është ardhë gjoja se është mbu marrëveshja. Jemi këthy, po s'kem pas këmu këthy, se shpijat kemi pas kretë kolluna. Edhe i kom pas doj afer, kam shku me gjithë familja aty, kemi nejt. Kretë kohën, shtirë ka qenë, nashta s'ka qenë i shala me përjetua, jo? Jo. Se vështirë është edhe me tregu, janë emocionet të hatashme, tronda, përjetim me trona, me fëmijë, me gra, me pa ushqim. Unë nuk di qysh kemi mujtë me përjetu. Sa keni mujtë me dalë, për mene që nuk keni pas kushte, po sa keni mujtë me dalë me qëtu kushte? Jo, kushte, këtu s'kemi kushtet unë e përmena se këto kushtet nuk kemi pas në atë vështira si familje. Po kur ka arë koha luftë janë bo për gjithë. E kushtet kanë qenë shumë të vështira në fëmini, në shkollim. A je shkollu? Po, jo, shkollu jam pak po flasë thjesht, po je keq nashta është pak thjesht po flasë, unë jam i shkollu me kom edhe fakultetin e gjuhës e letërcisë shqipe, kam qenë pozitan po djevë që kjo komuna ka qenë. Kam qenë 5 vite kryetari rinisë komunës po djevës. Kam qenë udhëheqësi 13 vite kom udhëheq kulturën e komunës po djevës, sekretari bashkisë kulturës kam qenë 2 mandate, ka 4 vite. Mandej kam qenë drejtor i qendrës komunale për kulturën po djevë, një mandat 4 vjetë, edhe mandej kom dalë, na kanë largu shkiet. Po mja keq se po flasë pak raciste kjo, veç serbët na kanë, pushteti serbuar, kryetari komunës i Beogradit. Edhe na kanë largu, gjoja se të prisë teknologjike, këtë, që kemi qenë edhe mu më kanë largu.
Isha edhe udhëheq pjesë e udhëheqësisë sindikatës, bashkimit sindikatave të Kosovës, në organizim protestave, fjalimeve kundër pushtetit, kështu. Edhe mandej jom kthyer në arsim. Prap, kom punu 16 vite e prej arsimit kom dalë në pension. Që 14 vjetë. Qysh është jeta mas pensionit? A? Qysh është jeta mas pensionit? Jeta mas lufte, Mas po pensionit. të ishëm ma të vedishëm, do të ishte edhe ma mirë. Po. Mirë është, nuk e kemi okupaturin këtu, po shumë gjona mu po më duket që janë neglizhente, nuk janë ka përfillën njerëz që kanë punu tamon. Pse? Se kom për vete se tash kom dalë pension, mu veç pak s'kisha punu shumë, s'kisha mujtë veç. Në përgjithësi, do të ishte dia më lartë do bi për gjithë popullin shqiptarën. Po më duket që po rrokën, po nxiten për disa gjërat të cilat nuk kanë vlerë. Shumë po harrojnë ato që në kryesyre. Po harrojnë për çka kanë dhënë jetën njerëzit. Aty janë dëmshme për neve. Çka kishe dashur me ndryshu në këtë vend? Kisha dashur me ndryshu vetdijen. Ajo është kryesyrja. Na ende merremi me gjona primitive, cilat nuk kanë vlerën që e meriton ky popull. E përmendet që në atë kohë e kani martum, po sa vjet i ke pas kur je martum? Vjet, kur jam martu i kom pas 28. 28 vjet. A e gjete veta me mësim? Atë që i kom gjetë vetë si kom marrë. Asë më kanë marrë, se di. Sa? Qa është s'kemi pajtuar. Si jeni pajtua? Për më martu duhet më qenë një mendim, një ide, që po të tregoj. Kur kom pas rast më martu me femna të shkollume, i kom përmirësu kushtet në fshat kom jetu, tregova deri para 50 vjetëve. Edhe natyrisht si të ri kemi pas edhe shoqë, dashnore, kënej. Mirë po, ka ardhur puna që kur kom vendosur e më martua, një prej atyne ka thonë vëllon, fshat nuk muj më ardhë. I ka pengu fshati, ja? Po, thash, a ke lexuar Fërdijeta për sri në fshat? Po. Se ishëm kolege në shkollë normale. Po. Tha, kom lexuar, thash, e çka po do në më thonë? Kush është a Fërdijeta, kush je ti? Kush është serios pasë, kush jam unë? A bon me bu krahasimet? Jo, dhe nuk muj më ardhë, se me të vërtet vështirë ka qenë, s'kemi pas asë rrymë atër. Ka ardhë një herë, ka pa ardhanën edhe, Ma jo, a? po më vje keq, tha, po nuk më njetoj. Ka qenë, mes e dhapjanëve ka qenë, po, nëse, e emrat po flasëm, e qashtu. E mandej, jeta qashtu, kom kalu një kohë, edhe, kur kom arën po dyve, do shokë, jo, më martu, edhe jem martu me kushte tradicionale. Qysh i keni po dashmat në atë kohë? Dashmën e kemi bo me traditë që këtë njëherë, me krushë, për shkak se vendi ka qenë i vështirë atje, me një gazik, se kom punu atëre, komiteti ka qenë qatë pjesë atje, kom qenë kryetari i rinisë të komunë. Në 75 një mërtu. Edhe me gazik e kemi marrë nusën, tjerë njerëz gjeronarë me kere deri për të liçenit Batlllavës, atë e dini, është ardhani,
kur s'kan mujt më ardhë më kere, janë ardhë kam të të shpia, këm hongër drekë dhe u krye darsmja. A të pëlqejnë ma shumë darsmat atëherë, që shi kam bo atash? Po bje që jam prapanikun, i prapan vetër, se atëherë darsmat kanë qenë shumë atë lezetshme. Darsëm, më shku ka qenë privilegj. Tash, po të buhem në një restoran, me fut dikush ka 2 vetë njoni me tjetrit, atëherë ka pas vallet për bashta, ka pas bisedat për bashta. Shqip, më thonë, nështë është fjallë pak me vjetër, arkaike, veç lezet ka qenë me shku në darsëm. Me i përjetua lojnat, vallet, kongët, mohabetet kështu në përgjithësi. Tash për i hupëm kohën me një muzikë që ti qedhesht edhe nuk mërvesh kur gjo. Qysh duhet me rujt një martes? Qysh duhet me rujt një martes? Për me kalu një qift mirë mes veti. Me mirë kuptim edhe sinqert. Martesa ruhet veç me sinceritet. Si të kënë më sinceritet, pa marë parasysh për cilës honë, nuk është martesa fat gjatë, edhe me qenë fat gjatë, nuk është e lumtur. A ka pas ndamje ma përpara? Ka pas mënyrë shumë të vrazhd. Tash let dohen. Atëherë ka mujt me pas edhe belev më do. Edhe bele. Po. Nuk kanë mujt me pajtua, janë prish misë më rëzveti, mondej. Ka orë edhe të vrasa, shumë herë, jo pak herë. Tash dohen me gjëj. Edhe u krye. A ke menu na herë me u largu prej Kosovës? Jo, unë nuk kom mendua se me gjitha të kom jetu mirë. Për kundër këtyne peripetive që kanë qenë gjatë luftës e do ku në të vështira, kom qenë në pozitë mirë, shpine kom podjevë. Kënej motelit Besiona që ka qenë, a man, motelit Besiona, kështu. A kina i mesazh për rinin? A kina i mesazh për rinin? Mesazh veç me ditë vëlefëtën njeriut. Kush e din vlerën njeriut, unë besoj që i kontribuon venit edhe kombit. Nëse nuk e din vlerën vetit edhe njeriut, merë kohje tjetër mas interesave të ngushta edhe na qënë ku nuk duhet. Faleminderit shumë për juve. Me nderë që është falenderit edhe për juve.